Ju që keni biznes dhe që doni të vijeni re online, video është forma më efektive për të mbajtur mend, për të vënë re, për të shpërndar nga njerëzit. Dhe besoj kjo nuk ka nevojë për statistika, edhe pse statistikat e provojnë dhe thonë këtë qartësisht, që videot janë më të fuqishme në përçimin e mesazhit dhe në bindjen. Edhe ju vetë, besoj, kur qëndroni online, çfarë shikoni më tepër? Shikoni më tepër video. Mund t'i shikoni me zë ose pa zë, por në përgjithësi videot janë ato që shikoni më tepër online dhe me të cilën ndërveprohet më shumë. Nëse keni problemin që, unë nuk dal dot të flas ose nuk flas, nuk më pëlqen mënyra si flas etj. Ky është një problem që tashmë është lehtësisht i zgjidhshëm sepse ekziston AI voice, pra zëri i inteligjencës artificiale, tingëllojnë shumë natyral tashmë. Nuk janë siç kanë qenë më përpara dhe vinë duke u zhvilluar gjithmonë më tepër. Shqipja mund të çaloj pak, por edhe në gjuhën shqipe mund të gjeni. Edhe nëse nuk mund të gjeni, mund të paguani dikë që ka një aftësi për të treguar mirë diçka. Shpenzoni ose investoni kohën, resurset, energjitë dhe të ardhurat tuaja në diçka që ju sjell vërtet vlerë. Videot.